Prandaj e pare punës është bllokimi i këtij procesi që kemi mbetur në mes dhe pastaj vazhdojmë me tema tjera apo diskutime tjera që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike. Opsioni tjetër është diskutimi më të tjeshëm me subjektet politike, natyrisht edhe me deputetët e para e më rëndësishme është bllokimi i situatës aktuale, konstituimi i organeve të kuvendit. Mua më vjen keq që në vend se të dëgjoj zgjidhje, dëgjojmë deri tek deklarimet morbide të nënkryetarit të LDK-s se i duket sikur po hyn në varreza në kuvendin e Kosovës. Alternativa është krijimi i shumicës e cila do të siguron me cilën parti? Funksionimin e mirëfillt të kuvendit dhe të qeverisë. Nuk është në rregull, në fakt ne duhet kemi një qeveri e cila përbën pozitën dhe opozitën, elementin e mirëfillt funksionimit demokracisë, llogaridhënia është bazë. Prandaj të pasurit të gjitha partit bashk në qeverisje nuk e besoj se është në të mirë as të qytetarëve të Republikës e as të sjellë ndonjë dobi vendit. Megjithatë unë mendoj që para se të shkojmë tek ajo pikë, tek diskutimi për koalicionin qeverisës, duhet fokusuar tek ajo çfarë po ndodh me procesin në kuvend. Aktualisht 3 seanca në vazhdimsi çdo 48 orë, ne jemi duke mos pasur kvorumin për votim procedural, përkundrejt faktit që po del se është kandidatja ose propozimi i lëvizjes vetëvendosje zonja Haxhiu që po dështon, nuk është ashtu, ju e dini po dështon votimi për formimin e komisionit për votimin e fshehtë.